Avokat, një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e sotme ku një gjyqtar i gjykatës së apelit Astrid Kalaja është qelluar për vdekje në sallën e gjyqit. Ju si pjesë e sistemit drejtësisë, çfarë ishte kjo ngjarje? Kjo është një ngjarje shumë e rëndë, sepse është vrarë një zyrtar shteti, një jurist në krye detyrës në sallë të gjyqit. Është një ngjarje që flet shumë, qoftë për sistemin e sigurisë për gjykatat tona, qoftë për faktin se çfarë bëhet, si punon drejtësia shqiptare. Vura re në komentet e qytetarëve, shumë qytetarë më vjen keq që po e them, por thonë mirja bëri, ç'është kjo mirja bëri. Po të fillojmë kështu që të marrë secili ligjin në dorë, atëherë shkojmë në katrahur. Por duhet të them vrasësin e vërtet të gjyqtarit. Nuk e vrau Ajodora. Ajodora është e që shkërpi pistoletën. Vrasësi i vërtet është rilindja komuniste e Shqipëri. Vrasësi i vërtet është klasa politike shqiptare. Vrasësi i vërtet është reforma në drejtësi, e ashtu quajtur reformë drejtësi. Çfarë u bë me reformën drejtësi, nderuar gazetar? U shkatërrua drejtësia në themel. Janë me mira dosje të pa shqyrtuara. U shkurtua numri gjyqtarëve në maksimum të mundshëm. U është rritur ngarkesa e punës gjyqtarëve aktual që nuk marrin dot frymë, dhe ata ja kanë varur punës dhe ç'bëjnë tani, kanë nxjerrë një metodë të re, që quhet u bë gjyqi në dhomën e këshillimit, pa thirrur palët fare. Do vëm gishtin në plaga atje ku duhet. Në reformën e Katovicës, në fjalimin e tij Ramiz Alia, udhëheqësi komunist, diktatori komunist, në vitin 1989 thot që ne do t'i sorollasim qytetarët shqiptarë nga shkalla e parë në të dytën e anasjellës, do vemi prapë te shkalla e parë kështu me radhë, por prona nuk do t'ju japim. Kjo ishte përgjigjja që i dha qytetarëve shqiptarë drejtësisë shqiptare dhe politikës shqiptare. Kjo është përgjigje. Kjo është për ata që kanë sy në ballë dhe mend në kokë, kjo është një kampan alarmi që duhet urgjentisht të ndryshojë gjithçka në themel me këtë reformë drejtësie. S'është reformë drejtësie kjo. Këtu kemi të bëjmë me një gjyqtar të vetëm që quhet Edi Rama, me një prokuror të vetëm që quhet Edi Rama, me një policë të vetëm që quhet Edi Rama dhe me një shtet të vetëm autokrati Edi Rama. Me këtë kemi të bëjmë. Kjo është situata në Shqipëri. Mos u fokusoni tek qytetari që ekzekutoi një gjyqtar. Fokusoni atje ku është e keqja, ku e ka burimin, ku e ka themelin. Burimin e ka tek qëndrimi i shtetit ndaj pronës. Tek qëndrimi, tek kthimi i drejtësisë shqiptare në vitin 45, 46, 50. Që gjyqtarët dhe prokurorët ishin të detyruar të zbatonin urdhrat e Kamzhikut Enver Hoxha, urdhrat e serbëve Dušan Mugosha e Miladin Popovici deri në 48-ën qeverisin ata në Shqipëri. Ajo situatë është, ata i morën pronat që në 45-46-ën dhe akoma vazhdojnë sot e kësaj dite. Kam një pyetje për të gjithë ju gazetarët e Republikës së Shqipërisë. Pse nuk i referojnë ndonjëherë pronave të vitit 45-46, regjistrimi që është bërë atëherë kadastral, dhe në bazë atyre dokumentave qytetarët të regjistrojnë direkt në hipotek, po tallen dhe hipotekat janë mbyllur? Vim tek tjetra. Pse e vrau Edi Rama dhe kjo rilindja në pushtet gjyqtarin? Jo se shkërpën ata armën, por me veprimin që bën ata duke shkëputur komplet popullin nga zyrat, administratën nga zyrat, nga qytetarët, shpikën i Albanian dhe tani të marrën diellën të vërë drejtësi Edi Rama. Po zoti kryeministruc, ti sharlatan që të kanë vënë atje dordoles të komandon Sorosi, të komandojnë armiqtë e kombit shqiptar dhe të popullit shqiptar. Ti vur diellën tani të bëj drejtësi, se kështu e bëre punën. Jo zotëri, shkëputja, popullit i ka vajtur në majtundës ta din mirë. Unë jam barometri që shikoj temperaturën e popullit për ditë, se mbi në zyrë. I takoj, më kontaktojnë, më qajnë hallet, më vinë me 101.000 probleme dhe pa drejtësi,
pa drejtësi skandaloze që i bën drejtësia shqiptare me urdhër dhe me ligjet që vuri dhe që po bën dhe që po zbaton kjo politik kriminale, naziste, që po zbaton Edi Rama dhe klika politike në Shqipëri. Kur them klika politike, përfshi gjithë spektrin politik, jo vetëm Edi Rama. Janë një lloj ata të tjerë të Sali Berishës. Janë po kaq kriminalë sa këta. Se nuk ngritën popullin në këmbë në kryengritje të plot të armatosur të thoshin, "Çau, ç'është kjo? Me këtë radhë, kush e që bën këtë drejtësi në këtë mënyrë?" Janë ata vrasësit e gjyqtarit. Nuk është Dora. Dora është thjesht se i erdhi në majtë të hundës. Ta analizojnë si gjendjen psikologjike, jo ati, po të mira qytetarëve që unë i kam çështjet në ndjekje. Dhe më thotë është bërë gjyqjen në dhomën e zhvillimit, në dhomën e këshillimit. Që janë këto dhoma këshillimi, na dolën. Ku është parë dëgjuar në botë që të bëhet gjyq, të bëjë gjyqi gjyqtari pa pjesëmarrjen e palëve. Dhe s'ndihet njeri. Ku janë gazetarët? Ku jeni ju? Se ua kemi bërë të qartë këtë, zoti gazetar, ua kemi bërë të qartë këtë situatë, ua kemi bërë të qartë, kemi thënë që këtu po bëhet krim në drejtësi, po i bëhen krime të mëdha popullit shqiptar. Ju nuk ndiheni, po vetëm prisni sa do themi neve. Ne, ja po ua them, ua kam thënë, dhe prapë do t'i them. Unë jam avokat i sulmuar 2 herë nga banda kriminelësh në progonat të Tepelenës. Dhe Gjirokastra, prokuroria dhe gjyqtarët e Gjirokastrës e mbyllin çështjen dhe njëra nga ato, një entela si e ka Selmane, nuk e di si e ka, thotë është çështje civile, thotë, vetëm me raport mjekësor 9 ditë nga mjekësia ligjore, i plagosur dhe i gjakosur për tyre, dhe ajo pa pikë turpi dhe pa pikë përgjegjësie, thotë është çështje civile. Deri këtu kemi arritur. Pra këta janë, pse them që prokurorë dhe gjyqtarët vrasin drejtësinë, ja këta janë. Avokat, është një drejtësi e vonuar, drejtësi e munguar? Nuk është drejtësi fare po u vonua. S'ka më drejtësi. Drejtësia vepron në kohën dhe vendin e caktuar. Të lësh 8 vjet pa gjykuar një çështje është krim. Nuk është e vonuar, është kriminale, është e qëllimshme. U thuhet mos bëni gjyqe. U thuhet sa pak gjyqe. Dhe duhet të dini që pjesën më të madhe të gjyqeve, sidomos gjykatët e lartë, i bëjnë vendimet i marrin këshilltarët. Është vrarë qytetari në Fier, të tjera kanë vrarë, 4 njeri akuzojnë pasi provë, po e denoncoj këtu çështjen e Fierit, edhe për gjykatën edhe prokurorin e Fierit. Kanë futur, kanë arrestuar dhe kanë dënuar me të gjitha shkallët e gjyqësorit, dhe tani jemi detyruar të shkojmë në kushtetuese, një qytetar që s'ka pasur lidhje fare me krimin që është bërë për një likometa në Fier, dhe kanë arrestuar dhe dënuar dhe me burgim me 20 e sa vjet burg Skënder Krasniqi, që s'ka lidhje fare me atë çështje. Kjo është drejtësia. Ndaj them që reforma në drejtësi nuk është për popullin e për drejtësinë, është për të mbrojtur interesat e oligarkëve dhe të gangsterëve në pushtet dhe miqve të tyre rreth e rrotull. Është drejtësi personale e autokratit, autokratucit, se si autokrat këj, se është tur ta quash atë sharlatan ta quash autokrat, po i në mënyrën ashtu të qeverisjes ashtu ka autokratike. Avokat, sa kohë i duhet një qytetarit thjesht që të përfundoj një proces gjyqësor? Sa të jetë gjallë. Kam ca çështje që kanë 25 vjet, zotëri, që s'po marrin fund. Është zbatimi pik për pik, presje për presje, me jakftotësinë më kriminale të mundshme, vendimi politik që të mos zgjidhen problemet e qytetarëve. Të vidhen pronat, të tjetërsohen pronat, jo më larg se partia ishin mbledhur në Vlorë, në Orikum dhe në Dukat, sepse kërkon tani të vejtë rusfën ai ky sharlatani që na qeveris. Po ku janë ata, se më dolin nga mendja, ata trimat e thethit që thanë, ne nuk do lejojmë më të vi njeri këtu. Po ku është ai zotëria që u vate me limuzinë në theth dhe u tha këtu nuk do vi më njeri të prisë, ndërkohë dje apo partia kur vajti që e hodhi prapë në erë, po në theth Edi Rama. E kupton që po bëhet? Se na ka ardhur një Kim Philp këtu në Shqipëri, edhe po tallet me shqiptarët.
Këto po bëjnë, këta i kanë të tëra levat, i kanë vënë në punë, kanë nxjerrë të vdekurin nga varri me kim filmin shqiptar. Për të vënë njerëzit në gjumë. Avokat, çfarë duhet bërë ndryshe me gjyqësorin Shqipëri? Pyet mua, çfarë do bëja unë po të kisha mundësi do të. Si pjesë e sistemit në drejtësi, çfarë ti do doje që kur shkosh në një salë gjyqi ose kur përplasesh qoftë me prokurorin, qoftë me gjyqtarët, të ishte më ndryshe se ç'është tani në favor të qytetarit që ju përfaqësoni. E para, drejtësia të jetë e pavarur, jo e evaluar. Drejtësia të jetë e votuar. E kam thënë me kohë këtë, nuk e them sot. Gjyqtarët dhe prokurorët janë detyruar të përgjigjen dirigentit Edi Rama në çdo hap të punës së tyre. Nëse gjyqtarët dhe prokurorët do zgjidheshin me votë nga populli dhe nuk do kishin asnjë lidhje me pushtetin, gjë që nuk ndodh në diktaturat komuniste, gjyqtarët do jepnin me të vërtetë drejtësi. Jo se do kishte korrupsion, jo se nuk do kishte rushpete, por në këtë mas nuk do ishin. Kjo drejtësi që kemi aktualisht ka mbështetur dhe ka nxitur vjedhjen e pronave nga të fortët, në dëm të dobëtve. Dhe i dobëti ishte ai që s'ka ku vetë më. I dobëti dhe i pafuqishmi ishte ai që shkrehuar më sot. Ai ishte i dobëti. Veprimi ati flet shumë. Kush ka sy në ballë, mendje në kokë dhe logjik për të arsyetuar, kjo vrasje sot flet shumë. Është këmban alarmi. Është këmban alarmi që ka arritur, ka vajtur thikan kock qytetarëve shqiptarë. Po u vidhet prona në mënyrë më të paskrupull. Dhe në këtë pikë, jo pak ndikim kanë kolegët e mi që mbështesin hajdutët në bashkëpunim me prokuror dhe gjyqtar. Duhet zotëri të bëhet ajo që kemi thënë, të shërënjoset kjo drejtësi, këta gjyqtar dhe prokuror, të hiqen fare nga puna, të vendosen çuna dhe djemë të ri që kanë studiuar jashtë shtetit dhe që janë të pastër, të pamolepsur me pislëqet e krimit sot në Shqipëri dhe të pushtetit, dhe të bëhet ajo që është në interes të së drejtës. Cila është e drejta? Kemi një bazë nga ku mund të nisemi lidhur me pronat dhe nuk është nevoja të vrasim mendjen shumë. Merr dokumentat e vitit 1945-46 zotëri. Dhe jepu prona si pas atyre regjistrimeve, çfarë ke, kush je ti. Po del sharlatani Sali Berisha në konferencë shtypi para ca vitesh dhe kur e pyetën për 7501 ta, ne nuk do rikthejmë latifondistët në Shqipëri. Krye komunisti Sali Berisha. Ndaj është kjo situatë. Ndaj kjo është situatë sepse ne nuk kemi sindikat, ne nuk kemi asnjë njeri, asnjë institucion që të mbrojë popullin. E shkëputi popullin nga zyrat, vuri i Albanian, na vuri dhe diellën, dhe diella tani, të dalë diella të bëj drejtësi, diella ministre, diella prokurore, diella gjyqtare, diella kryeministre, diella djallë. Është këmban alarmi që populli duhet të ngrihet kundër kësaj qeverie, këtë di unë. Të mos bëjnë veprime spontane kështu. Po të bëhet një veprim i organizuar kundër këtij pushteti kriminal, kundër këtyre hajdutëve, këtyre kriminalëve që detyrojnë qytetarin të marrë armën dhe të vras gjyqtarin. Si ishte gjyqtari fajtor, gjyqtari është viktim dhe gjyqtari është viktim e prorëve të tij dhe e ligjit dhe zbatimit të Katovicës në Shqipëri. Avokat, nëse bëjmë një lloj, po themi llogaritje, sa përqind e dosjeve sot për sot në gjykatët shqiptare zën çështjet e pronave? Janë që të gjitha për pronën, pak ka kriminale, shumë pak. Që të gjitha dosjet janë për pronat. Që të gjitha, shikoni ngarkesën e gjykatës civile me gjykatën penale. Jemi larg si data me ditët. Zotëri, po ju them prapë dhe një herë tjetër, nuk u jepen prona shqiptarëve. Pse është mbyllur hipoteka? Pse vetë një hipotekë dhe nuk të pret njeri? Pse e mori në drejtimin e ti, kryeministruci jon, e mori në drejtimin e ti, në komandën e ti hipotekën? Kjo i thot të tëra.
Ora ai nuk e fshehur zotëri, është diktaturë, pikë. Edhe s'kemi që më bëni, thotë, unë jam. Kaq. Dhe paguajnë qytetari shkret. Ndjes pas Astrid Kalaja. Astrid Kalaja është viktime e politikës shqiptare, është viktim e Katovicës, është viktim e komunistëve shqiptarë në pushtet. Janë rikthyer me të tëra atributet. E ke të birin e Manxar Binos e ke në gjykat lartë, sot Sokol Binaj. Edhe e merr vendimin në dhomë këshillimit. Që janë këto turpe, more. Po që gjyqtarë është ai, more. Si ore më thua mua ti marrë vendim në dhomë të këshillimit, pa pyetur palët? Si e merë këtë vendim kështu? Ai tjetri, se këta ai me bje mërqomë, këtë unë se nuk ua di dhe emrat këre, se më interesojnë shumë, se dhe nuk dua të kem të bëjmë e ta, se e di që ata as të presen, as të përcjellën, thjesht mbyllin atje në ato zyrat, bëjnë në një firmë, thonë sekretareve, kaloj, dhe këta e mirë pafshim. Dhe emërua dhe një zonjë, po e quaj zonjë, që ti kontrolon të ajo dosjet në gjykat dhe të shikon të kush duhe kaluar për gjykim dhe kush nuk duhe kaluar. Që në fakt nuk ka çështje që të mos kaloj në procesin gjyqësor. Të gjykohet dhe të vendoset. Të thirren palët dhe të jepet vendimi siç është e drejta njerëzore dhe juridike në të gjithë botën. Në Shqipëri nuk ka drejtësi zotëri, në Shqipëri ka diktaturë, në Shqipëri ka komunizëm, në Shqipëri ka dhunë, ka dhunë psikologjike, ekonomike, i ka të tëra elemente dhurë fizike, i ka të tëra elemente dhunës, politika dhe jeta shqiptare. Avokata, mendoni që ka ardhur koha e sidomos për kësaj ngjarje që të bëhet një reformë tjetër në drejtësi? Jemi të vonuar. Po jo kjo qeveri nuk mund do të reformë drejtësi, se këta nuk mund të dalën nga plani tyre, nga urdhri që kanë marrë nga Sorosi, nga urdhri që kanë marrë nga Illuminati dhe nga masonia botërore. Jo. E keqja që vjen është më e madhe se sa kjo. E keqja që vjen në Shqipëri është shumë më e madhe, zotëri. Është një çfarosje dhe një shpërbërje komplete e kombit shqiptar. Unë këtë shoh. Unë bërtas dhe ulëras, unë them shqiptarëve që kjo po vjen, shqiptarët flojnë gjumë, shqiptarët janë të mpirë. Nuk e di si e kanë hallin. Nuk po shohin se ç'po bëhen. Shpresoj që nga kjo ngjarje tragjike të zgjohet dhe më i përgjumuri dhe të dalë në protest dhe të kërkojë rrëzimin e kësaj qeverie makabre, kësaj qeverie kriminale, që po detyron qytetarët të marrën ligjin në dorë. Avokat, kam dhe një pyetje të fundit. A keni ndonjë apel për qytetarët të cilët edhe pse nuk marrin dot drejtësi në sistemin tonë drejtësisë, vazhdojnë dhe ende në përdyert e gjykatave? Apeli që u bëj unë të gjithë qytetarëve që kanë çështjen e gjykata, të pasgjidhur në gjykata, të ngriheni në protestë bashkë me mua dhe të vemi para Ministrisë Drejtësisë, para qeverisë, kryeministrisë dhe të kërkoni zbatimin e ligjit dhe zgjidhjen e problemeve gjyqësore. Me protestë nuk bëhet me shkëputje me njerëz të vetmuar, njerëz sot e një nesër e një pas nesër, dhe nuk bëhet me vetë gjyqësi, se nuk zgjidh gjë vetë gjyqësia. Praktikisht qytetari që bëri ekzekutimin e gjyqtarit sot, humbi dhe pronën, dhe jetën, dhe gjithçka. Por i dha një mësim të mirë shqiptarëve, i dha një mësim të mirë politikës shqiptare. Qohuni shqiptar nga gjumi, kërkoni të drejtën, kërkoni të vihet drejtësi, kërkoni të rrëzohet kjo qeveri, të rrëzohet kjo reformë, e ashtu quajtur reformë drejtësi, të qërohen nga sistemi politik këta politikan komunist, kriptokomunist, spion të sigurimit shtetit dhe të zbulimeve të huaja që drejtojnë sot Shqipërinë dhe opozitën shqiptare, po e theksoj opozitën, një më kot, dhe të bëhet drejtësi. Ndryshe jemi të humur të tërë. Avokat, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për intervistën.